Kanali thellë e i mbushur me ujë dhe rrugë pa përfunduar që rrezikon të shembët. Kjo është gjendja me të cilën përballen tash sa muaj banorët e lagjes më halla 5 e fshatit Prugoc të Prishtinës. Banorët ankohen se kompania që ka fituar tenderin më shumë nuk punon se sa punon, teksa shprehin ndrojen për rrezikun që u paraqitet sidomos fëmijëve. Banori Selatin Pllashaniku tregon se në këtë rrugë ka ndodhur edhe një aksident. Kanë rro me traktora natën të punu njerëzit dora kur në nord ajo lodh se ditën nord ka uron puset, po çu uron puset në kanal. Sipas tij, kjo rrugë moti është dashur të ishte përfunduar. Kjo ka mujt më kryet në vjesht. E banori tjetër Naser Dragusha u shpreh se kjo është njëra ndër rrugët më të frekuentuarat në fshat, por që prej 7 muajsh po rrezikon jetët e banorëve. Për momentin është e pakalueshme dhe s'ka asnjë kusht të kalimit, mirëpo njerëzit kalojnë se kanë obligimet patjetër, shkolla, fëmija, punësimi, gjithçka është e mundshme, po faktori është nuk po dina ku është. Tina anku që sa herë vin një ditë, 2 ditë zvin, 1 ditë zvin, 1 ditë nuk vin, shkojnë. Nuk kena kur farë informata se kur do të i vjen funi kësaj katastrofe. Koha ka nisur pyetje në drejtorinë për investime kapitale me 11 qershor për problemet dhe pse punimet kanë stagnuar por nuk ka marrë përgjigje.